vazhdojmë të jemi të gatshëm të rikthehemi dialogut, kemi pas goxha shumë tolerancë në kuptim të mënyrës se si ka vepruar Serbia. Tash dialogu Kosovë-Serbi për të ecë përpara kërkohet të ketë veprim dhe gatishmëri prej të dyja shteteve. Dhe ju e dini që arsyeja pse ka mbetur dialogu Kosovë-Serbi është për shkak të mos gatishmërisë së Serbisë që t'i përmbahet një marrëveshje që në fakt është arritur në mes të dyja palëve në Ohër, edhe mos gatishmërisë së tyre për të ecur përpara me pikat që janë pjesë e kësaj marrëveshje. Republika e Kosovës ka qenë gjithmonë e gatshme që të ecë përpara me çështjen e procesit të dialogut, duke i paraqitur prioritetet dhe parimet që i ka pasur në kuadër të këtij procesi, dhe ne vazhdimsi prej fillimit e deri më tani kemi thënë që jemi për një dialog i cili përfundon me një njohje reciproke dhe se çështja e shkëmbimeve territoriale fare nuk vihet në diskutim. Jo gjithnjë, marrëveshja e Brukselit nuk përfshin njohjen reciproke. Por megjithatë flitet dhe ju e dini shumë mirë që ka elementet njohjes de facto, ka elementet të njohjes, por megjithatë ne kemi kërkuar në vazhdimsi dhe kemi thënë jemi të gatshëm të ulemi dhe të diskutojmë, por mendojmë që ky është elementi i fundit që duhet ta përmbyll një proces të dialogut në për cilin për vite tashmë kemi qenë duke kaluar. Dhe jemi shumë të lumtur që madje kjo u konfirmua tash së fundmi edhe prej Kongresit Amerikan. Por sigurisht ne vazhdojmë të jemi të gatshëm të rikthehemi dialogut, por ama jo duke i u rikthyer dialogut në kuptimin e përmbushjes së kërkesave që mund të ketë vetëm Serbia në raport me atë se si atyre ju konvenon që ta shtyjmë përpara procesin e dialogut, por dialog në kuptimin e trajtimit të barabartë të palëve dhe përmbajtjes së plot prej të dyja anëve në atë çfarë flitet në marrëveshje dhe në atë çfarë thuhet në pikat cilat tashmë i kemi prej planit të Ohrit e Tutit. Por kjo mund të nënkuptoj stagnim komplet në rrugtimin tonë evropian, apo jo? Jo, nuk mendoj që nënkupton stagnim komplet, sepse unë besoj që edhe shtetet brenda Bashkimit Evropian kanë fillu ta kuptojnë një qasje jo të barabartë që ka ekzistuar në procesin e dialogut. Pra kemi pas goxha shumë tolerancë në kuptim të mënyrës se si ka vepruar Serbia. E vërtet, por si e pasan kuptuar se ta ndojmë sepse kemi reagimet vazhdueshme prej shteteve që ju kanë bërë thirrje që e kemi tash së fundmi, jo së fundmi, në fakt ka disa muaj që ka pasur reagime dhe brenda Parlamentit Evropian, pra ku thuhet që palët duhet të trajtohen barabartë dhe se nuk duhet të ketë tolerancë në raport me asnjërin prej shteteve.